Pushteti i Fierit është pushtuar nga mbetjet urbane si pasojë dështimit të pushtetit lokal për të ofruar shërbimin e pastrimit për të cilën u detyrohen qytetarëve. Pranë institucioneve dhe në shumë lagje të qytetit sheh kontinjer të mbushur, veturina të derdhura në rrugë dhe trotuare me erë të rëndë të cilët janë kthyer në rrezik për shëndetin publik. Jemi të detyruar të jetojmë mes plehrave me erën e keqe dhe të padurueshme, ku shpesh fëmijët sëmuren dhe askush nuk mban përgjegjësi, janë shprehur qytetarët e indinjuar për televizionin Apollon. Sipas tyre, kjo nuk është thjesht ndotje nga papastërtitë, por braktisje totale nga bashkia. Qyteti i Fierit ndodhet në një situatë të papranueshme sanitare, ku plerat janë kthyer në bombë ekologjike, si pasojë e paaftësisë së pushtetit lokal për të garantuar shërbimin bazë të pastrimit, kanë thënë ndër të tjera qytetarët. Gjithashtu, sipas të njëjtit burim, kjo situatë nuk është thjesht neglizhencë, por një shkelje e hapur e kontratës institucionale të bashkisë me qytetarët taksapagues, të cilët edhe pse paguajnë rregullisht taksën e pastrimit, Bashkia Fier nuk po përmbysh detyrimin ligjor për pastrimin, grumbullimin dhe menaxhimin e mbetjeve në qytet. Taksat në çdo muaj do t'i mbajë se nuk të shërbejmë, nuk të ofron me shërbim. Një e dyta nuk vjen me mika dieta, ta fosim realitetin. Vjen me mika edhe ato të pastrim gjelbërimit i shikojmë mëngjes ne në orën të dalin punë ato në ulen për hijet ose han dregën mëngjesi që han atje. I kanë. Po nuk pastrojnë sepse s'duan të punojnë, ikin. Pastrojnë vetëm sheshin atje dhe këtej po ti ke parte Partia Socialiste që është çupo, futun për lagje dhe shikoje si është. Që s'kalon dot, se nuk shikon asnjë. Anë më normale se shiko, unë jam qytetar. Ti si shtete edhe po më pejat jem dënon mua, ma shu. Thajnë më shtë madhe, shteti e ka, ata pastrim gjelbërimi, se shteti e si ma. Pastrim gjelbërimi e ka. Po edhe mua më në gjeson po më dënove, se nuk e hedh me nesër atje. Te pëseja, thoj, te plerat aty, duhet të pastrojnë rregullisht. Taksat paguan, pse nuk i pastroni rregullisht të gjëra? E lini plerat që të krijojnë infeksione. Heshtja dhe mungesa e reagimit nga pushteti vendor kanë thënë ata e përkeqëson dhe më tej situatën, duke kthyer papastërtinë në normalitet dhe duke cënuar dinjitetin e qytetarëve të Fierit. Ky është një abuzim i hapur me besimin e qytetarëve, por edhe një shkelje e rëndë e detyrimeve ligjore. Heshtja e Bashkisë Fier përballë kësaj situate është po aq fajtore sa vetëm ndotja që ka mbuluar qytetin. Institucioni që duhet të garantojë pastrimin e qytetit është ndruar në simbol të neglizhencës dhe paaftësisë. Fierakët nuk kërkojnë favore, por llogaridhënie, ndërhyrje të menjëhershme dhe përgjegjësi konkrete, ku çdo vonesë e mëtejshme është një bashkëpërgjegjësi.